Pritet të dalë në treg në BE vitin e ardhshëm implanti revolucionar në sy që rikthen shikimin tek pacientët e verbër. Një implant i vogël elektronik në sy po sjell shpresë për njerëzit me humbje të pashërueshme të shikimit, duke u mundësuar atyre të shohin përsëri sipas një studimi të ri të botuar në New England Journal of Medicine. Pajisja e vendosur në retinën e syrit dhe e lidhur me një palësyze të posaçme synon pacientët me degenerim makular të lidhur me moshën AMD, një sëmundje e zakonshme që prek kryesisht personat mbi 50 vjeç. Në pronën klinike me 38 pacient, shumica rifituan aftësinë për të lexuar shkronja, numra dhe fjalë pas përfundimit të implantit. Ky studim konfirmon se për herë të parë mund të rivendosim shikimin qendror funksional tek pacientët e verbër nga atrofia gjeografike, deklaroi Dr. Franz Holz, kreu i departamentit të oftalmologjisë në Spitalin Universitar të Bonit. Ai e theksoi pajisjen një ndryshim paradigme në trajtimin e AMD-s së avancuar. Implanti u testua në 5 spitale europiane dhe funksionon duke shndruar dritën limfa të kuqe në sinjale elektrike që stimulojnë qelizat e retinës duke rikthyer rrjedhën e informacionit vizual. Brenda një viti, 84% e pjesëmarrësve mund të lexonin me shikim artificial, ndërsa 69% e tyre shprehën kënaqësinë me rezultatet. Pajisja u zhvillua fillimisht nga kompania franceze, e cila falenderoi vitin e kaluar pas blerjes së aseteve të saj nga një kompani amerikane specializuar në ndërfaqe tru kompjuter BCI. Kompania njoftoi se ka aplikuar për ta hedhur implantin në tregun e Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit zyrtar, implanti mund të jetë i disponueshëm në BE që vitin e ardhshëm, ndërsa po punohet edhe për një version më të avancuar që do të ndihmojë pacientët me humbje të rëndë të shikimit.